Punimet janë në fazën finale, brenda këtij vitit kemi edhe hapjen zyrtare. Ky projekt i xhamisë, e me të drejtë e titullojmë jo vetëm xhami, por është një qendër islame, është sa i rëndësishëm, po aq edhe i nevojshëm për besimtarët e këtij rajoni dhe të kësaj komune. Ky projekt kaq i bukur, ky projekt unik, natyrisht i përmbush nevojat edhe kriteret e besimtarëve që të falin namazin e xumas edhe namazet e tjera, por në të njëjtën kohë është një projekt i cili me të drejtë Lipjanit ja ka dhënë edhe një pamje edhe një dimension tjetër. Projekti është shumë dimensional, domethënë ajo që mbetet kryesore është projekti i xhamisë, sepse është me të vërtetë një xhami moderne me shumë kushte të nevojshme për besimtarët, por megjithatë në kuadër të xhamisë janë edhe projektet ose lokalet përcjellëse, të cilat ja japin rëndësinë, domethënë sallat për student, klasat e mësim besimit, zyret dhe shërbime tjera, po ashtu domethënë pjesa e fundit e cila mbetet parking, që është i nevojshëm për projektin tonë dhe pjesa para xhamisë, domethënë është një projekt i kompletuar në stilin e xhamisë edhe si një qendër islame. Natyrisht neve xhamin e kemi për çështje kryesore, për faljen, mirë po në kuadër të xhamisë janë edhe lokalet, edhe sallat e leximit, edhe sallat e konferencave, edhe libraritë, edhe bibliotekat, edhe sallat e mësim besimit edhe kështu me radhë.